përmbajtjen për gjithë të Sali Berishës ka qenë jashtëzakonshme për t'i marrë një pronësim. Pra në aspektin mediatik, globalisht ka ndryshuar e gjithë skena për sa i përket Shqipërisë. Qofse dje intervistoi dhe nuk censuroi, sot ka një këmbgulje të jashtëzakonshme për t'i marrë deklaratat e Sali Berishës. Edhe nëse më lejoni me atë të fundit që dua të them, do të them, po si është e mundur domethënë që të vër Fox News-i që i pararend edhe ka mbështetur presidentin Trump të thotë që bëhet një betejë midis Sorosit, që është një fenomen tani në zhdukje që kundërshtohet gjithmonë për politikat e tij të ekstremit të majt, dhe Trumpit edhe të fitoj Sorosi. Domethënë kjo është një skandal. Dhe të Fox News i jep orientimin, jo vetëm për Shqipëri, që shqiptarët duhet ta nuhasin se janë njerëz të zgjuar që bota ka ndryshuar, po ka ndryshuar edhe ky realitet i errët që ka kapur për 12 vjet Shqipërinë, por po ndryshon, është një sfidë për Amerikën. Prandaj këtu janë të gjithë kundër një regjimi autokrat të Edi Ramës që ka quar Shqipërinë, domethënë në këtë katastrofë, në një vend autokratik, korruptiv, me gjithë fenomenet negative. Erisa dje 4 televizione europiane të njohura, ART, ARD, ZDF dhe TV Berlin, 2 televizione në kooperim franko-gjerman, kanë realizuar një dokumentar për Shqipërinë, drogë, dollar, diplomaci. Madje në një pjesë të dokumentarit akuzohet vllai i kryeministit si trafikant drogë në vitin 2014-2015 në Shqipëri. Por eri theksoj, 4 televizione kanë transmetuar në të njëjtën orë, pra gjithë boshti franko-gjerman, Paris, Berlin, ata që vendosin për Bashkimin Evropian dhe për zgjerimin, kanë transmetuar një dokumentar të tmerrshëm, faktikisht real mbi Shqipërinë. Në gjykimin tënd, kur të gjitha mediat kryesore dhe boshti Paris, Berlin i kushton hapësirën e drogës, dollarëve dhe diplomacisë në Shqipëri, në të njëjtën orar në Prime, sa real është shpremtimi i kryeministrit që vetëm me mua, pra me përfaqësuesin e drogës, dollarëve dhe diplomacisë, Shqipëria shkon në Bruksel? Është shumë interesante ta lexojmë realitetin, sepse jo vetëm që dëgjojmë Johonën ndërkombëtarisht, por Shqipëria është duke bërtitur, duke e ulëritur realitetin e saj. Pra ne nuk mund ta mbajmë Shqipërinë më si një rast i izoluar dhe brenda kufive, të vërtetat tona të hidhura janë duke u bërtitur fort edhe jashtë kufive. Premtimi për një pasaportë europian është shumë interesante parë nga këndvështrimi i një qytetari. Çfarë i sjell qytetarit një pasaportë europiane, ndërkohë që të gjithë qytetarët shqiptar janë të lirë të lëvizin në vende të ndryshme të Europës. Unë jam vetë dëshmitare për shembull e studentëve shqiptar që vinë dhe studiojnë për universitetet europiane, sepse janë të lirshëm të aplikojnë për një vizë studentore, vinë, studiojnë dhe pastaj vendosin ata. Dhe më shumë se 2 milion shqiptarë kanë tashmë një pasaportë europiane. Ndër ka dhe shumë. Unë jam njëri ndër ta, unë kam gjithashtu një pasaportë europiane, kam edhe një pasaportë shqiptare. Por ndoshta duhet të ndalemi pak tek realiteti i shpopullimit të Shqipërisë. Për mua kjo është një nga pikat kyçe të cilat ne duhet ndalim dhe ta analizojmë paralelisht me pasaportën europiane. Çfarë është duke ndodhur me popullin shqiptar? Ku janë ndërkohë shqiptarët? Sepse unë shoh një Shqipëri duke u boshatisur ditë e për ditë. Pra, ky është problemi më thelbësor që ne duhet ta marrim në analizë të thellë. Familjet shqiptare janë duke u ndar, prindit janë duke u ndar nga fëmijët e tyre. Në mos gaboj, dje kryeministri shqiptar ka postuar në rrjetin e tij social një postim me disa fëmijë të shkollave, ku ai u ka dhënë atyre një detyrë për të vizatuar shtëpinë europiane, shtëpinë prej letre europiane. Çfarë më shqetëson mua në këtë realitet dhe në atë postim është që këta fëmijë në orët e mësimit detyrohen të shkojnë në sheshin Skënderbej dhe përdoren, unë do ta kisha interpretuar si një instrument për t'i shërbyer fushatës së Zotit Rama, me që dhe ai është duke përdorur pasaportën europiane si slogan të fushatës së tij. Pra, instrumentalizimi i fëmijëve, i nxënësve, i mësuesve, i shkollave dhe ta vëmë këtë në funksion të fushatës është tërësisht e gabuar. Ky është njëri aspekti i atij postimi. Ndërkohë, pyetja ime është, për kë jemi duke i ndërtuar ne këto shtëpi letre, kur shtëpitë e shqiptarëve janë bosh? Ka një shprehje shumë të bukur që thotë se një shtëpi bosh është një shtëpi borxh. Pra, shtëpitë e shqiptarëve janë për momentin borxh. Dhe ky është një bosh, dhe ky është një borxh që kryeministri Rama ja u ka shqiptarëve.
Me këtë rast dua të përfitoj edhe nga kjo hapësirë televizive, në fakt për të bërë një thirrje dhe OSBE Odirit dhe gjithashtu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta monitoruar këtë situatë të këtyre nxënësve dhe fëmijëve shqiptarë që detyrohen në orare të mësimit të tyre të shkojnë dhe vizatojnë këto shtëpitë prej letre në sheshin Skënderbej. Pra, instrumentalizimi dhe përdorimi i burimeve shtetërore në funksion të fushatës. Dhe do kisha gjithashtu dëshirë për të reflektuar... Se vjen nga jashtë, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka qenë ministri Zoti Rama. Po, këtë ta dish. Po, çfarë më shqetëson mua në gjithë këtë realitet shqiptar janë pasojat e këtij veprimi. Pra ne jemi duke i përdorur këta fëmijë. Po çfarë ndodh me këta fëmijë, të cilët janë të keq vendosur në atë shesh të madh? Ata duhet ishin në një orë normale mësimi. Ne duke i hequr këta fëmijë nga shkolla, jemi duke krijuar një kontingjent emigrimi. E dini që Shqipëria në 12 vjet është i vetmi vend në Europë që janë mbyllur shkolla, është ulur numri i shkollave dhe është rritur numri i burgjeve. Po, dhe kjo është një dhënë shumë alarmante, por unë jo më larg se sot kam lexuar gjithashtu dhe një artikull tek Syri ku i peshin disa statistika tronditse dhe burimi i tyre është instat kur thuhet se 46% e migracionit të viteve të fundit janë shqiptarë të moshave nga 20 deri në 40 vjeç. Pra është pjesa më vitale e shoqërisë shqiptare që është larguar jashtë kufive të Shqipërisë. Gjithashtu, duhet theksuar se janë dy rrethe, më eksaktësisht Erseka dhe Kuksi, që po përjetojnë më së shumti dramën e shpopullimit biblik që është pjesë e realitetit shqiptar, ku janë duke u mbyllur klasat ose janë duke u bashkuar klasat me nxënës të ndryshëm, sepse nuk ka nxënës mjaftueshëm. Dhe çfarë është një projekcion i frikshëm që nga 3 klasa ne do të përfundojmë pas 3 vitesh në një klasë me nxënës. Pra, ku jemi duke shkuar në këtë realitet të trisht shqiptar? Dhe ndaj për mua nuk bën sens ngritja e një pasaporte europiane. Pra, çfarë do të bëjmë me këtë pasaportë europiane? Do t'i largojmë edhe ata shqiptarë që nuk janë larguar ende dhe po i ftojmë ata që jetën e tyre ta ndërtojnë diku tjetër jashtë Shqipërisë, apo ne duhet mendojmë për politika si t'ja u bëjmë shqiptarëve që janë larguar të rikthehen në vendin e tyre, të rikthehen atë që unë e quaj folenë e shqiptarëve, të cilët tashmë është e shkatruar. Për mua ky është problemi thelbësor. Më duhet gjithashtu kam lexuar këto ditë dhe një lajm shumë për mua është tronditës kryeministri shqiptar i cili ka paraqitur gjithashtu një ligj në mos gaboj në parlament për të negociuar me shtetin e Filipinës për të sjellë edhe më shumë punëtorë Filipinas në Shqipëri. Këtë e ka konfirmuar me sa di unë edhe ambasadori i Filipinave këtu në shtetin shqiptar. Pra, ne jemi duke i ftuar të huajt, sepse pjesa vitale e shoqërisë shqiptare është larguar. Keni gjë parasysh se duke njeh realitetin në Shqipëri. Por gratë e ministrave, ministrët vetë, në çdo restorant shik të Tiranës, mbuhen kryesore kanë sa filipineze kanë shtëpi. Është kthyer në trend tek aristokracia e qeverisë, kjo jeta e luksit. Dhe luksin këta e shfaqin me vlerën e rrobave në trup dhe me numrin e filipinezëve në shtëpi. Por ata mund të jetë një burrje, ndërsa për mua është një shqetësim. Pra ku i kemi ne shqiptarët? Ku janë vendosur këta shqiptarë? Kjo është pyetja kryesore. Dhe si do t'i kthejmë këta shqiptarë ne në atë? Unë po mundohem që me anë të shembullit tim personal të them që unë jam një person që kam ardhur në Shqipëri sepse unë jetoj me problemet e Shqipërisë. Dhe unë e nis nga vetja ime. Dhe nëse unë do të arri që të bind vetëm një shqiptar të vetëm, një të ri të vetëm për të u rikthyer në atë, me dëshirën, me ëndrrën, me guximin, sepse e di që nuk është e lehtë për ta ndërtuar këtë të ardhmen në Shqipëri. Atëherë ne të gjithë nga pak mund ta kemi arritur një pjesë të misionit ton. Ne duhet i kthejmë bijtë e nënave në shtëpitë atyre. Dhe unë mendoj që ky është mesazhi kryesor që unë sot do doja t'u jepja dhe të gjithë atyre shqiptarëve që janë duke na ndjekur. Një pasaportë ne mund ta marrim kurdo, dhe me një pasaportë shqiptare ne jemi të lirë të udhtojmë në një vend caktuar të botës.
Por, gjithashtu, duhet të kemi refleksionin që hyrja në Bashkimin Evropian nuk ndodh vetëm për faktin që ne kemi një pasaportë europiane. Ne në fillim duhet të arrim disa standarde të caktuara. Ne duhet të arrim standarde në arsim,